Jetëm duke luajtur Joanën, vajzën me prindër nga Greshica, që u rrit në Greqi e largua në vitet 97. Vetëm 3 muajshe ishte kur shkoi Joana në Greqi. Ishte me Tiatin dhe teksa më panë, më përshëndetën dhe qëndruan për pak qaste së bashku. Si të quajmë? Joana. Joana? Kur ke ardhur në Greqi? Kur ishte 3 muaj. 3 muaj. Tani sa vjeç je? 13. 13. Vazhdon shkollën? Këte vazhdoj. Qa klase e? Jam vitin e parë gjimnaz. Viti parë gjimnaz, se këtu gjimnazi fillon mbas klasës 6, Di shqip mirë. Si shofë? Nuk di shumë. Po ke qef të shkosh në Shqipëri? Shikosh Shqipërinë? Kam vatur 2-3 herë, po do të vete prapë. Mban mend çfarë mban mend? Kur kisha vatur me babin e tij se kishte lindur, atë vetëm mbaj mend. Atë kisha losur me ça kushërie im, pastaj hengrin, fletin. Çfarë mban mend atë për shembull? Ka mban mend? Mbaj mend kushërit, mbaj mend se kishte ça lop atje, kishte shumë gjëra të bukura, do të vete prapë. Po nga njerëzit e babit ka mban mend? Nga njerëzit nuk bave të Xhaxhi, një mësuese që kishte atje dhe rim bashkë të shtëpia, kishte një mësuese të një shkolle të Shqipërisë, edhe unë kisha vatur te ajo shkolla dhe kisha bërë mesin te Kalamaj, atje. Çfarë do të bëhesh? Dua të bëhem kështu aktor. Aktore? Ke qef? E kam shumë qef. Po ke dëshirë të kthesh në Shqipëri? Dua të vete prapë. Do të vesh. Do të qëndrosh gjithmonë në Shqipëri? Dua. Do. Po me mësime si e me mësime? Me mësime jam shumë mirë. Çfarë ke më mirë nga mësimet, ke mësuar më shumë? Matematik. Matematik? Do të thotë je e mirë. Po nga gjuhët e huaja, çfarë ke? Përveç greqisë, çfarë ke mësuar nga gjuhët e huaja? Anglisht më pëlqen më shumë. E nisëm bisedën me Joanën me një shqiptim të pak fjalëve shqip, me theksin grek, sidoqoftë merreshin vesh, dhe i kushtova pak kohë për ta sjellë në ekran për familjet e të afërmit e saj që jetojnë në Shqipëri. Sot festojnë atë se hedhin, festojnë krush. Kryqin. Kryqin, no? Po, e ç'është kjo, me çfarë lidhet kjo? Kjo bëni te një det, edhe hedhin një kryqin? Hidhin kryqin brenda të detit, edhe fiton ai se do ta marrë më shpejt. Es me fam. E ndoqe ti atje, hedhe në kryqin? Ishte shumë e bukur. Çfarë pëlqeu atje? Me pëlqeu kur e hodhin edhe vatin, ishte shumë ujë e ftohtë dhe deshin shumë njerëz të futen brenda të marrin, që me pëlqeu. Edhe një tjetër me pëlqeu çështja që kishin bërë se hidhin ca ngjyra lart te fikse zjarri, hidhin shumë, ishte shumë e bukur. Tjera festa i kalove këto Krishtlindjet, Kristuet, si thonë? Kristujena, edhe tani kemi Kristujena shumë e bukur këtu te Rodosi. Po lozim këtu se ka shumë lodra. Ka shumë festa këtu. Çfarë të pëlqen nga lodrat këtu për shkakun? Me pëlqen shumë ajo atje, se lozim do te akulli. Me pëlqen te akulli, se lozim do të atje orë dua, mes 1 orë, edhe shumë bukur të lozim atje te Kalamaj. Po, Jana. Shqip, si ke mësuar gjuhën shqipe? Si e ke mësuar? Kur kisha vatur te Shqipëria nuk dinja shumë, atje mësova ca shqip, edhe këtu se ri me gjyshin më mësoj me babin, me mamin, më të tepër flas. Në shtëpi flisi shqip? Flas. Po për të shkruar, di për të shkruar? Për të shkruar nuk di fare, po dua të mësoj. Po mëson ca gjëra gjysi tani, po nuk i kam mësuar akoma shumë mirë. Ke qenë ta mësosh mirë gjuhën shqipe? Dua ta mësoj shumë ses, se mirë të di shumë gjë, ti dish për dy. Joana, një vajzë me intelekt, ka shumë dëshira në jetë, dhe ëndër asaj është të bëj aktore, një nxënëse e mirë, serioze në punë, që i pëlqen Shqipëria, njerëzit e saj që jetojnë në Shqipëri, Xhaxhai, Dajat e tjera. Po të përshëndesem, kushëria se kam të Shqipëria, Dajot, mamin, babin, shokjet e mia të tjerë, se i dua kaq shumë. Përshëndesim dhe të tjerë moshatarët e mi se kam të Shqipëria, edhe të televizori juve. Televizori juaj të, Televizori juve. Po. Joana? Gjuar Shqipëria.
Unë ndam me Joanën me përshëndetjen e saj karakteristike për fëmijët shqiptar, gëzuar Shqipëri. Unë ndjeva i lumtur dhe pak i mallngjyer që qëndrova së bashku me Joanën në këto ambiente të bukura që ajo kishte zgjedhur për të kaluar ditën. Fëmijë që edhe pse kanë lindur dhe po rriten jashtë Shqipërisë, u pëlqen të ndihen shqiptar. Shuar vitin e ri të Shqipëria.